që mund të son bllokimin, jo hapësira e rregullave. Vetë fakti që ne votojmë për post që është parafitu në zgjedhje, është një farë absurditet. Jo, s'është absurditet. Pra, veja menon që kushtetuta është absurde. Votohet për çka? Ju menoni që rregullat kushtetuese janë absurde. Ne mendojmë që janë të shajta ashtu, në kuptim votimi bëhet ka shoqënisë që bazohet në ligj. Jo, shikoni. Votimi ka sens nëse ka garë. Kraki. Nëse posti është edhe pas 48 orëve, vetëm një gjë ta qartësojmë. Edhe pas 48 orëve do hidhet në votim kështu, do të përpiqeni të ta hidhni në votim kështu në mirë. Shikoni mekanizmi, po ne jemi në kuadër. Jemi në proces. Totalisht jemi në proces. Jemi në kuadër. Pa kuptim për shumë kënd, në çfarë procesi jemi futur. Ne jemi Dhe për këtë jeni dy palë jeni fajtor dorë. Ne jemi, shikoni dy palë. Shikoni, po ta kishim, jo nëse pranoj këtë. Po ta kishim përsërit. Asnjë faj. Shikoni. Okej, ta bëjmë politik. Shumë kush unë e pash. Unë po i shoh që reagimet e shikuesve edhe të njerëzve të opinionit publik thonë si është e mundur që këta të mblidhet mos bëjnë zgjedhje. Është shumë e qartë, zot Sadiku, është shumë e qartë. Partia që ka fituar zgjedhjet në mënyrë relative, që përfaqëson zoti Kraku, këtu ka fituar zgjedhjet, ka fituar drejtën me propozu kandidatin për kryetar. Kuvendi, jemi të qartë deri këtu. Deputetët janë po ashtu të lirë të votojnë. Në kushtetuta ku përmendën një herë, në kushtetutat ish komuniste zoti Kraku, e kanë pas një koncept që quhet mandati i detyrueshëm. Deputeti ka qenë i detyruar me votu çka von partia. Në masi që ka ra komunizmi, kushtetutat demokratike krejt modelohen sipas modelit të kushtetutës tonë e që kemi kopjuar në Evropë të mandatit lirë, deputeti i lirë me votu. Tani ju sillni 7 herë, ju sillni kundër votimit. Ju sillni 7 herë një kandidat, ju sillni 7 herë një kandidat, ndërkohë që keni edhe 47 kandidat tjerë, edhe e shpërdoroni një drejtë që jap kushtetuta. Votimi i msheftë, i cili qëllimi i kushtetutë. Këtu ka dy faje. Të votimi i msheftë. Nëse mund të përfshihen në debat. Absolutisht. Këtu ka dy faje. Një që shumica është duke insistuar në një kandidat që nuk merr vota. Jo, sot nuk është. Shikoni. Shembull. Ose pse a keni menduar ta ndroni? Ta ndroni kandidaturën? Parimisht. A keni menduar ta ndroni? Po ta kishim, shikoni. Po ta kishim përsërit. Kjo do të ishte lajm. Jo, po ta kishim përsërit ne seancën e kaluar para prake. Jo, me të njëjtin proces. Nuk po më ta mbaroj argumentin. Fakti që ne kemi, fakti që ne po tentojmë me shumë respekt. Të gjejmë modus operandi tjetër. Dëshmon se ne po kërkojmë rrugdalje në kuadër teksteve, vendimeve, takgjykimeve. Faji po i bie që insistimi është tek një kandidat që nuk po merr vota, shiçare se. Shikoni se kam nisën shumë thjesht. Faji i partisë në fjalë zotit Gruda është që nuk po ashtojnë juve më shumë presionin që ta votojnë kryekumvendarin dhe t'ju nxjerrin bllop se nuk i keni numra për ta bërë shumë i thjesht. A qëndron kjo? Shikoni nisën nuk ka zoti Gruda, nisën shumë thjesht se më ju përgjigjet zoti Gruda për ato që ndrimi i kandidates apo neni cilit ju referuat ju, neni 67, konstituimi i kuvendit, neni 67 i kushtetutës, nuk parashet, do të thonë dëshira e një partie përballë apo disa deputetëve përballë